إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم ذا الأفضراتات إتاخوين الله جل جلاله صلاة السلام تشوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Javën e kaluar përmendëm 4 bazamente të cilat duhet besimtari të mëson, të vepron, të thret tjerë dhe të bën sabër në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. 4 bazamente që Allahu i ka përfshirë në surën Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Falem javën e kaluar për këto 4 pika. Vijon libër tha e vogël e Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala me 3 parime tjera. Ky libër është shumë i vogël dhe ndonjëherë ndëgjojmë na prej njerëzve që e mendojnë vetin të madh, duke thonë, a la me këtë libra. Do më thonë, është libër shumë i vogël. Është libër shumë i vogël, mirë po, në këtë libër i ka përmendur bazat e fesë së muslimanit Hoxha Allah më shiroft. 3 bazat tjera, para se me fillu me 3 parimet, 3 bazat tjera që i përmend Hoxha në këtë libër janë shumë të rëndësishme, posaçërisht në zamanin tonë. Baza tjetër prej 3-ve e para, en Allah khalaqana wa razaqana, thot dije, Allah të më shirovë së është obligative me e dit, është obligative me e dit çdo musliman. Mirë po kemi cekë se me këtë dije, me këtë dituri që duhet me e dit, nuk është për qëllim vetëm teoria, se në teori po i dim të gjitha, po është për qëllim praktika, është për qëllim dituria e cila i ka gjurmët e saj në jetën tonë të përditshme. Është dituria e cila në jetën tonë të përditshme e jetoj me jekin këtë ilm. Cili ilm, çka duhet me ditë na, jashtë asaj që përmendëm javën e kaluar prej 4 gjërave bazave që duhet me i ditë në këtë dunjana, që është obligative për çdo musliman, edhe kjo tjetër është obligative për çdo musliman. Është patjetër se cili prej neve me e ditë se Allahu na ka kriju, wa razaqana, dhe Allahu na furnizon, wa lam yatrukna hamala, dhe nuk na ka kriju Allahu për sëkoti, bel arsala ilejna rasula, për kundrazi Allahu ka dërgu tek na pejgamber të dërguar. Faman ata'ahu dakhala al-janna, ai që i nështrohet pejgamberit ka me hyrë në xhennet. Wa man asahu dakhala an-nar, ai i cili nuk i nështrohet pejgamberit futet në zjarr xhenemit. Që ka thënë Allahu, inna arsalna ilejkum rasulan shahidan alejkum, në surën
gjin, mos gabofsha. Na kështu të kemi dërguar ty pejgamber, dëshmitar për neve e ne dëshmitar për popujt tjerë. Që na me ju nështru pejgamberit, ai që nuk i nështrohet pejgamberit shkon zë xhenemit, Allah na ruaj. Pjesa e parë e kësaj baze, Allahu na ka kriju. Allahu është krijuesi jonë. Ai është që jep jetë dhe vdekje. Tek ai është kthimi. Në qoftë se kjo është realiteti i jetës tonë, atëherë pse ne duhet të preokupojmë me dikant tjetër jashtë se me krijuesin tonë, apo me diçka që ka të bëjë me krijuesin tonë. E përmendëm në një prej hutbeve që çdo knatësi, çdo gëzim që njeriu e përjeton në këtë dunjë jashtë Allahu xhelle xhelaluhu, apo jashtë gjërave që kanë të bëjnë me Allahun, ai gëzim dhe ajo knatësi nuk është e vazhdueshme. Dhe vjen momenti që sendi që të ka bo i gëzushëm me të bo i dhnushëm. Sendi që të ka bo dobi me të bo dam. I jashtë Allahu subhanu wa ta'ala. Pra preokupimi me gjithë shka tjetër jashtë Allahu xhelle xhelaluhu, në qofë se tjep në i farknatësia, ajo knatësi nuk është e vazhdueshme. Në qofë se tjep në i farknatësia, ka mundësi i njëjti send me të bo dam. Ka mundësi i njëjti send me të dhnuar. Pra na duhet të preokupue me Allahun xhelle xhelaluhu. Për shkak se është lidhet me pjesën tjetër se s'na ka krijuar ne vallahu për sokoti. S'kena ardhur në këtë dunjë me preokupu me sendet tjera jashtë me Allahun xhelle xhelaluhu. S'kemi ardhur në këtë dunjë për gjëra tjera jashtë preokupimit me Allahun xhelle xhelaluhu dhe preokupimit me atë që na ka urdhëruar Allahu dhe preokupimi mu largu prej asaj që na ka ndaluar Allahu xhelle xhelaluhu. Wa razaqana, dhe Allahu na furnizon. Wa huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Dhe Allahu është furnizuesi, fuqiploti. A e dim këtë? E dim. Atëherë, pse bëhet sebeb puna që neve na ik namazin? Në qoftë se e dim që Allah na jep rrezikun. Në qoftë se e dim që Allahu është furnizuesi suprem, fuqiploti, qoftë se e dim, pse bëhet sebeb puna që neve me na ik namazin? Pse bëhet sebeb puna që na mi shkel kufit Allahut? Pse bëhet sebeb puna që me atë punë mi bë gjuna Allahu xhelle xhelalu? Pse bëhet sebeb? A di pse bëhet sebeb? Për shkak se nuk e dim. Për shkak se kemi defekt dituri. E cekëm disa herë dhe përsërisim. Me dituri është për qëllim dituria e cila i ka gjurmët e saj në jetën tonë të përditshme. Të diturit se Allahu është furnizuesi, do me thonë, kur të vjere urdhni Allahut, mos me lan urdhni Allahut për shkak furnizimit që i duke lipë. Asa na ndodh neve, sa herë neve na ndodh që të bëhet sebeb puna na mi lidh namazet. Sa herë bëhet puna shkak që na me e fal shpejt namazet. Sa punë bëhen shkak që na mi bë gjuna Allahu xhelle xhelaluhu. A kreto rrezikë dhe të mira që na i ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu, na i ka dhënë me na lehtësu neve në nështrimin ndaj Allahut subhanahu taala. Kretë mirat, çka i kemi këtë dunjë, gjithçka që ka kriju Allahu, e ka kriju për njeriu, me lehtësu njerit. Pse me lehtësu njeriu? Që njeriu të ketë mundësi me adhuru Allahun xhelle xhelaluhu. Çka bën njeriu? Njeriu preokupohet me begatin duke e lënë begatuesin, Allahun subhanahu taala. Njeriu ne preokupohemi me begatin, me mirësinë, kurse e lëmë anësh e harojmë atë që na ka bërë mirë. A e gjithë e mira që na e posedojmë është në dorën e Allahu xhelle xhelaluhu. E gjithë begatia që na e posedojmë është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. S'kan kur gjën dorë njerëzit. Pronari i punës s'ka kur gjën dorë te ti. Punëtori s'ka kur gjën dorë. Mos mendoje dikur se e nxjerr pronari prej pune, apo pronari mos mendoje se filan punëtori ja le punën edhe me të keq. Nuk është në dorën e njeriu kur gjën prej furnizimit. Furnizimi është në dorën e Allahut xhelle xhelalu. Ka duhet me e ditë. Në qoftë se pronarit ndihmon, apo qoftë se punëtorit ndihmon, kjo ndihmë është për shkak interesit që e ka njerëzit. Të mirat që ja bëjnë njerëzit janë i tjetrit, thot Ibn Taymija, ja bëjnë të mirat për shkak se i kanë interes për veti aty. Çdo të mirë që e bën dikush ndaj tjetrit, e bën se ka interes. Ka interes. E ka një farë interesi. Ka do njerëz që bëjnë mirë dhe nuk i intereson dami atë, me qëllim e ka të arrijet mirën e vetë. Thot Ibn Taymija, ka për njerëzit që të ndihmojnë,
që me rrit mirën e vet, edhe në qoftë se pastaj të ban dam tyje. Kjo s'ka lidhje hiç. Me qëllim të arrijë qëllimin e vet. Gjithkush që i ndihmon dikujt në këtë dunjë, çka do koftë ajo, është me interes. Për shkak se pas kësaj pret diçka. Mos pakti e presi shpërblimin e Allahut, apo? Kur bëna punë për Allah, për interes. Interesi që na fitu xhenetin e Allahut xhelalu. I vetmi është Allahu Dhul Xhelal, i cili na ban mirë dhe s'ka interes për ne. I vetmi është Allahu Subhanahu wa Taala, i cili na ban mirë dhe s'ka interes për ne. Nuk pret kthim me ja kthyje. I vetmi është Allahu Xhelal Xhelalu, i cili të ndihmon dhe nuk pret me dëmtu tyje. Veç Allahu Subhanahu wa Taala. E në qoftë se është kështu gjendja, thot Ibn Taymi rahimahullahu taala, edhe ai i cili do me ndihmu tyje, e ka interes, nuk mundet me të ndihmua, nuk mundet me ndihmua pa lejen e Allahu Xhelal Xhelalu. Pa i dhon izin Allahu Subhanahu wa Taala. Pa i dhon urdhin Allahu Xhelal Xhelalu, s'mund të ndihmua. Në qoftë se është kështu gjendja, atëherë pse na merr zëve me njerëzit dhe jo me Allahun Xhelal Xhelalu? Razaqana, Allah na ka kriju, na ka furnizu. E ka siguru rrezikun ton. Asnjënit nuk i del shpirti pa e pi edhe atë pikën e ujit të fundit këtë dunjë. Asnjënit nuk i del shpirti pa e hëng dhe kafshatën e fundit që e ka caktuar në këtë dunjë. Ka njerëz që rinë në gjendje kome 10 vjet. I çel syt, e pini bardakuj dhe vdek. E ka pas me viçet bardakuj me ujit. E ka pas në koma 10 vjet. Pa vedi 10 vjet. Në aparata 10 vjet. I çel syt, kërkon diçka edhe vdek. Çka ndodhi? E hangër rrezikun që ka pas shkujt me te Allahu Subhanahu wa Taala. Wa lam yatrukna hamala. Allahu s'na ka lënë për sokoti. Që shëqojmë na jetën për sokoti. Me e marë pijavën e kaluar deri sot, s'po shkojmë gatë. Pra javës e kaluar deri sot, çka kemi bana, na ka shku jeta për sokoti. Na ka shku kohët, sahatet, minutat për sokoti. Allahu Subhanahu wa Taala tha: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim." Tha Allahu, a mos keni menu që Allahu ju ka kriju për sokoti, për lojë dhe për zbavitje, me hang, me pi, me ngrit, me punu edhe kështu me radhë. Wa annakum ilayna la turja'un, a mos keni menu që s'keni mu kthita Allahu? Keni mendu që ka mu kriju me këtë dunja gjithçka? Fata'ala Allah, i lartë madhruar është Allahu. Pse Allahu e lartë madhroi vetën e tij pas këtij ajeti? Ka thonë dietarët, i lartë madhruar është Allahu, i madh është Allahu me kriju diçka për sokoti. I lartë madhruar është Allahu me kriju këto njerëz, këto krijesa të shumta për sokoti. Bel arsala ilejna rasula, Allahu ka dërguar te na pejgamber. Faman ata'ahu dakhala al-janna, kush i nështrohet pejgamberit ka me hyrë në xhennet. Kush nuk i nështrohet pejgamberit ka me hyrë zjarr xhenemit. Ky pejgamber me çka ka ardhur? Ky pejgamber ka ardhur me fjalën e Allahut. Ka ardhur me Kur'anin dhe me sunetin e tij. Dy gjërat që në qoftë se njeriu kapet shpëton dunjën dhe botën tjetër. Ai që i lë shkatërrohet këtë botë para botës tjetër. Po ka ardhur Allahu me fjalën e Allahut. Fjala e Allahut çysh njihet ndryshe, njihet ndryshe me shariat. Ka ardhur me ligjin e Allahut. Allahu Gjelle Gjelalu sa kryune e për sokoti kush doje, qysh doje me jetu në këtë dunja. Allahu ka dërgu të na pejgamber, me këto pejgamber ka qu libra, ka qu ligje në bazë të cilave na duhet me jetuve. Ai që i nështrohet pejgamberit, ka me hynë xhennet. Do me thonë, ai i cili i nështrohet shariatit, ai i cili e pason pejgamberin, ai i cili e pason atë me cilën ka ardhur pejgamberi, ka me shpëtuar. Ai që nuk i nështrohet dhe nuk e pason atë me cilën ka ardhur pejgamberi, ka me u shkatruar. A e dini sa problemi madh është kjo çështje vëllazërin në zamanin tonë? A e dini sa problemi madh është kjo çështje në zamanin tonë? Po i shohim lajme ditëve të fundit, pas 15 viteve, luftë, gjak, shkatrim, lom,
prishje, dëbim, burgosje, vdekje, shahidllëk në tokën e Shamit, pas 15 vjetëve, e merr dikush pushtetin i cili pretendonte se pason atë me cilën ka ardhur pejgamberi dhe pastaj bëhet udhëheqja i vendi jo me atë cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo e keqe. Ma e keqja e të këqijave që tufa të mëdhaja për umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë qartë këtë gjendje. A kuptojmë në sa është rëndësishme kjo me pasu pejgamberin? Me pasu pejgamberin nuk është për qëllim me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm me i fal sunet, me përdorur misvaku, me lshu mjekë, me shkutu pantallonët, me i bë disa përsëritje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është komplet Kur'ani dhe suneti. Komplet Kur'ani dhe hadithet është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akidia, meselet e besimit të ehli sunetit, të dietarët e sunetit, të dietarët e parë të muslimanëve kur i kanë shkruajtur librat e akides e kanë shkruajtur es-sunna. Kur kanë folur për sunetin selefi kanë pasur për qëllim akiden. S'kan pasur për qëllim kush e çon gishtin, kush nuk e çon gishtin. Si kanë shport për bidatxhi këto njerëz të cilët falin në kërthis dhe ata që falin mbi kërthis. Si kanë nuk i kanë shport këta njerëz bidatxhi. Si kanë shport bidatxhi ata që e livritin gishtin ose nuk e livritin gishtin ose nuk e çojnë gishtin. Për qëllim ka qenë bidatxhi ata që kanë pas defekt në akide. Së këto mesele të cilat të fikut janë të polemizuar të dietarët. Dikush sakson një hadith dhe e merr si mendim, dikush e van daif një hadith dhe e merr si mendim të dop, edhe e lëvë kështu më radh. Ama meselet e akides, zbatimi i shariatit të Allahu xhela xhelaluhu, zbatimi i fjalës Allahu xhela xhelaluhu, fjala e Allahut subhanahu wa taala, pasimi i fjalës Allahu subhanahu wa taala komplet për fillim të xhambarim. Kjo ka qenë për qëllim. Kjo ka qenë për qëllim me sunet të selefit. Sot ka mbet ajo lufta për sunetin, ta çon krijen komplet bukfall për mjekra. Knena se xhamatliti çon komplet parti politike dhe i ban ushtar dhe policisë të kodet. Po ja, më mirë me komplet mjekra veç çafir mos më bëj. Më mirë mjekra me hek, me xhilet mirë mjekra. Është më mirë se sa më bë çafir. Më bë jo me besimtar. Mos më bë me jo besimtar kundër besimtarëve. Na kur lexojmë këtë treparime, e di kur e kam lexuar treparime para 50 vjetëve. Para 50 vjetëve më kur gjosi kuptua. Bel arsala ilena rasula. Ka dërgu pejgamber, to pejgamber si ka thua Allah për xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë imam i xhamisë veç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë komandant suprem i ushtrisë së tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë drejtori më i madh i shërbimeve sekrete në shtetin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë muftia e shtetit të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë kryetari i shtetit të tij. Ka qenë kryeministri i shtetit të tij. Dhe ka pas ministra të kështu me radhë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah. Këtë ajet kush e zbaton? E zbaton hoxha në xhamia. Vjesit dhe vjesës prej janë i dorën. Dënim prej anës Allahut për punën që kanë bë. Këtë ajet nuk e zbaton hoxha në xhami. Këtë ajet duhet me zbatu shteti. Këtë ajet duhet me zbatu shteti, Ministria e Drejtësisë apo cila ministri atje. Ama ajo që shikon me ligjin e Allahut xhela xhelaluhu. Sot komplet luftohet feja e Allahut. Sot pranohen kushte prej besimtarëve. Prej kushte me i luftu besimtarët. Dhe pastaj dalin tufa të mëdha prej umetit dhe gëzohen. A kuptoni grupet lëkën e kësaj feje? A kuptoni sa larg kanë shku njerëzit? Dhe ti kur i flet për çështjet më elementare të fesë, ku i gjetë e bektoti? Në Kur'an edhe në sunet. Në ajet edhe në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an edhe në sunet. Fjalë të shumta të dietarëve që janë haru për fat të keq. Gjak shumë i derdhur që është haru për fat të keq. Për shkak të tradhtive dhe mashtrimeve që ju bëhen muslimanëve. Ama për fat të keq muslimanët janë gjumë. Pse janë gjumë? Se këtë defekti kryesor është në mosnjohje të fejes. Kur nuk e di fejen, kur nuk e njeh Allahun, kur nuk e njeh Islamin, kur nuk e njeh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, asnjëherë kërkush nuk mundet me ditë kush është mik i Allahut dhe kush është armik i Allahut. Asnjëherë se kupton se kush është duke luftu fen dhe kush është duke ndihmu fen, asnjëherë. Ma mirë është këtë njerëz në vdekje. Këtë njerëz, këtë muslimanë është ma mirë me vdekje
se sa gjykohet me një ligj për ligjeve të jo besimtarëve. Ma mirë o ketë me vdek, me shku të Allahu xhela xhelalu. Se sa me pranu muslimani me gjyku me një kushtetut, jo të Allahu subhanahu wa taala. Mas pakti sportëzime kushtetut e tjera, mas pakti nuk bëhemi argaktët e tjerëve. Jetëna vetën si musliman, që ka jetu jetën si musliman, Ammari, Yasiri, Sumeja, Bilali, pejgamberi stem, Sa'd ibn Waqqas, Sabi, Abu Bekr, shumë rreth Mekke, si kanë bërë shirk Allahu xhela xhelalu, kanë jetu faqe bardhë dhe u kry muhabeti. Dikush ka vdek në Mekke, që ashtu ka shku te Allahu xhela xhelalu, u ka kry muhabeti. Në rëndësi, fejnë se kanë dhënë. Në rëndësi, fjalët si kanë ndryshuar. A është e qartë o vëllezër se ka pas shumë prej muslimanëve, shumë prej namazlive, njerëzve të xhamiave dhe ligjëratave dhe të udhëzimit që janë bërë shkak për udhëzimin tonë, që janë bërë shkak që na kanë mësuar neve, u ka bërë sebeb, me na thonë neve që policia është kufër, që ushtria është kufër, që zgjedhjet janë kufër, që partitë politike janë jo besimtar. Dhe sot u përzim ato. A e keni qartë sa rreziku i madh? Na thonë dikush thot, a be treparimet, ta njëjtë kena me folë. Ta njëjtë kena me folë. Para një javë, që ma shumë, e realizuar marrëveshjen të gjitha krerët fetar kundër terrorizmit të dhunshëm. A keni një do njëherë të gjykohet për terrorizëm dhe një krishter? Copton, shkatron, masakron muslimana për dunja? A keni një do njëherë këtë botën moderne mu gjyku dikush për terrorizëm? Prej krishterëve, ose prej jehudëve? A keni një dikush me e që zonë me thonë për Netanyahun që është terrorist, që e shkatroj komplet një vend për një periudhë shumë të shkurtër kohore? Terrorizmi i dhunshëm është për qëllim islam. Terrorizmi i dhunshëm, me terrorizëm të dhunshëm e kanë për qëllim ajkën e muslimanëve. Më të mirë të muslimanëve e kanë për qëllim, jo diçka tjetër. Krerët fetar në rubrikën e Maqedonisë së Veriut. A u ka marrë ndonjë farë dënimi për ata terroristë të cilët e kanë djegë xhaminë për Lepi 2001-shën? A ka doni gjykim për ata? A ka doni gjykim për ata terroristë të cilët e kanë uzurpuar xhaminë dhe e kanë bë muze, e kanë bë xhaminë, një për xhaminë të manastirit të Bitollës? A ka doni gjykim? Dhe shumë raste tjera që ndodhin në vendin tonë dhe më gjë, nuk i njënë mu gjyku dikush për terrorizëm. Jashta, aj kësë muslimanëve. Wa ilallahi l-mushtaka, ta Allahu ankohemi për gjendje shkëmi jafë. Jo për gjendjen e luftës qarë miqve të Allah që jabën islamit. Nuk ankohemi për ta të Allah që në gjelalu. Se kjo është e diqme. Këta Allahu në Kur'an e ka kallëzue. Ankohemi të Allahu për mendjeletit për muslimanëve të si marrin vesh punë. Ankohemi të Allahu për ignorancën që kanë mbizotruar të muslimanë që janë larg kuptimit të real të fesë Allahut subhanahu wa taala. Kjo na dhe më shumë ti. Se luftën që ata e kanë ndaj neve, kjo ditshmë është. Wala Allah ka thënë në Kur'an, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ata nuk kanë më ndal së luftuarin ndaj juve derisa t'ju kthejnë feja. A kuptojmë? Ata nuk ndalen së luftuari kundër juve derisa t'ju kthejnë fejes. Allah na rrit fejen tonë. Subhanallahu bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.